doja e fundit, thot bënu me ata të cilëve ju ke dhënë begative dhe ke dhënë nimete prej pejgamberve, sidikëve, të sinqertëve, shahidave dhe njerëzve të mirë. Dhe kështu vjen dita e hane, dita në të cilën pejgamberi alayhi salatu wasalam ja dorëzoi shpirtin Allahut të lartësuar, pra është dita 12 Rabiul Awwal, ditë e hane, dita e fundit e jetës së pejgamberit alayhi salatu wasalam. Thot Enesi radhiyallahu anhu, ishim namaz të sabahut, Ebu Bekri imam edhe sahabët të e falë sabahin. Pejgamberi alayhi salatu wasalam dulte dera e cila ka qenë prej dhomës së Aishës për me hyrë në xhami, edhe i largoi perdët. Thot edhe e pam që pejgamberi Allahut po buzëqeshte. Ishte i gëzuar, ishte i harreshëm edhe pse i smur. Edhe mendum se u shëru pejgamberi Allahut, edhe tash do të vjen në xhami dhe më fal namazin, thot gati e prishum namazin krejt pe prishum namazin për i gëzimit se po këfjellet pejgamberi alayhi salatu wasalam. Mirë po thot, na nuk e kuptum që ajo kishte qenë lëmë të mira e fundit, po don edhe një herë më na pa se qysh po na lën këtë botë, edhe apo i lën sahabët të rreshtum në safa, që i ka mësu në namaz, qysh i ka mësu, duke përcjellë Abu Bekrin, duke u falë mas në imami të vetëm. Ishte ndriti, thot, drita, ftyra si driti i bani, buzëqeshi, ishte më i lehtë, mirë po i lëshoi perdët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe u kthy prapë në dhomën e vet, ndërsa ne e vazhduam namazin, ndërsa thot ky ishte namazi i fundit që e ka fal pejgamberi alayhi salatu wasalam, pra namazi i sabahut të ditës së hanë. Pastaj Aisha radhiyallahu anha thot pejgamberi alayhi salatu wasalam ashtu i djersitun me temperaturë në krye, në kokë edhe në trup, ndërsa fytyra ishte skuqur. Thot kishte vendos kryt në prehen, edhe unë po ja fërkoj ballin pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam me ujë, më ia zbut temperaturën. Në atë moment thot hyri Abdurrahmani, vllau i Aishës, thot hyri dhëmton, kish pas misvak në dorë. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasallam po ja lëshon syt misvakut, thot e kuptova që po ka qef me përdor misvakun. Në momentet e fundit të dhon shpirtin me përdor misvakun në sunet, në pastrim të dhëmbëve. Edhe të kuptova këto, ja mora misvakun Abdurrahmanit, ja njoma, ja rregullova atë, edhe po i fërkon dhëmbët pejgamberi alayhi salatu wasallam duke dhon shpirtin. Dhe kështu thot ishte në prend kur i dëgjova disa përshpëritje të vogla me zot të olt që pejgamberi alayhi salatu wasallam thot i mbetën syt duke shiku tavanin, edhe nuk po lëviste, vetëm se po i thoshte do fjalë që me zër i dëgjova. Edhe po thot pejgamberi alayhi salatu wasallam